To për krimet e luftës, tash po foli pak si militant, po që kjo është të vërtet, as sipas bindjeve të mia. Pi që ka ardhur Albin Kurti ja ka nisë më gjyku krimet e luftës, se di a pe vreni. Jo, Nuk është ashtu. Jo. Prokuroria speciale ka pasi departament me pak prokuror që edhe për Albin Kurti të morë më atë temë. S'ka të bëj kjo, se prokuroria nuk s'kom po onë që i kanë zonë në Kosovë, kriminela sës që kanë zonë i kanë gjyku kur s'kom po. Di so ardhë Albin Kurti. Kërkoj falje që t'inglova si militant, po kjo është ende vazhdon të jetë bindja ime për kundër që ma kundërshut argumentin. Nuk ma ndryshut me një as pak. A e din cila prokuroria ka kompetencë me jetu krimet e luftës? Edhe kush e krye prokuror në atë prokurori? Është ai Bleri Misufaj që Albin Kurti me dalë fëltuar të vetë ka thonë sa ti më ne kryeministë ti zbosh krye prokuror. Po mos e s'ka ndër lidhje kjo kur gjë me qeverinë. Domethënë absolut. Kur prokurori ka indicie të gjën faktet jep urdhër policisë me hetue, edhe e gjën ku është e arrestojnë. E kanë arrestuar në kalumen. A është e mjaftueshme kjo? As nuk ka qenë e mjaftueshme atëherë, e as nuk është e mjaftueshme tash. Po ndër lidhje me politikën është zera. Sa më kujtu për ca çaste ish zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi në një intervistë kur pat thonë mira mi fal krimet e luftës. Ka qenë amnisti për diçka tjetër, s'ka qenë për krime luftë ajo. Se nuk mundesh ti me amnisti për çka ka qenë? Ajo të kuptu ti, domethënë proceset që s'po kuptoj. Jo, pikërisht ti ke pas një tribunal të Hagës për Jugosllavin, kur janë hetu edhe Kosova edhe Serbia, e pastaj e ke pas Euleksin këtu, tash e ke domethënë specializuar. Çka mund